Horoskopi ditor e shtunë, 24 janar 2026, Dashi. Diskutimet dhe argumentat mund të kompromentojnë mirëkuptimin në çift dhe do t'ju mbajnë larg pjesës së një pike takimi. Kryenësia juaj nuk do të lejojë të lëshoni pe. Beqarët do të kenë kokën e tyre diku tjetër dhe kjo ditë nuk do të jetë e suksesshme në dashuri. Kush do të udhiqet nga ambicie të forta në punë do të përballet me mundësi të mira. Demi, dita do të filloj me optimizëm dhe çdo gjë do të duket e zgjidhshme. Edhe ato kontraste me të dashurit tuaj që ju bëjnë të zemëroheni do të duken sikur janë të vogla. Yjet garantojnë për beqarët kushte të duhura për një takim interesant, periudhë shkëlqyer për të nisur investime të reja ose për të ndryshuar bashkëpunëtorët. Shpërblime të reja vijnë së shpejti. Binjakët, Venusi do të sjellë ekuilibrin dhe harmoninë dhe kjo ditë do të jetë vendimtare për marrëdhëniet në çift, pavarësisht nga ato që mund të jenë. Shumë do të fillojnë një bashkëjetesë, beqarët do të duhet të reagojnë ndaj situatave të ankthit me një buzëqeshje, pa u përfshirë në panik. Me mbështetjen e Uranit gjithçka është e arritshme. Yjet njoftojnë njohje të shkëlqyera në frontin e punës. Gaforja, mos lejoni që mos funksionimi juaj të mbizotroj mbi lidhjen tuaj të dashurisë, rrezikoni marrëdhënie në çift. Jeni të ëmbël dhe në dispozicion me ata që ju duan. Kohë e mirë për beqarët të cilët do të realizojnë takime interesante. Yjet janë anën tuaj dhe ata që duan të marrin shtigje të reja mund ta bëjnë këtë me qetësi. Luani, nëse jeni gati për të dëgjuar nevojat e partnerit apo partneres, duhet të përballoni gjithashtu disponimin e keq dhe mosmarrveshjet e vogla. Megjithatë, në mbrëmje disponimi do të jetë i mirë. Kush është vetëm ose është kthyer nga një marrëdhënie shumë e stuhishme do të nisë një histori pasionante. Kreativiteti ju shtyn të kërkoni horizonte të reja dhe shumë prej jush do të kenë sukses. Virgjiresha, mos u ndalni në paraqitjet tuaja dhe përpiquni të thelloni njohjet me dikë që ju intereson. Zemrat e vetmuara do të jetojnë momente të lumturisë së pastër pa menduar për të nesërmen. Periudhë rëndësishme nga këndvështrimi profesional, kthimet e papritura hyrëse dhe idetë e shkëlqyera do të japin fitime të shkëlqyera. Peshorja, mos u dramatizoni me grindje të pakuptimta dhe të parëndësishme. Nuk keni nevojë të mbani natin tuaj gjatë, përkundrazi, qëndroni afër partnerit dhe sheshoni zënkat e kota. Nëse jeni vetëm, mos i anashkaloni ftesat për takime dhe mundohuni të hapni zemrën për miqësi të reja. Ju do të jeni në gjendje të zgjidhni situata të vështira fal diplomacisë tuaj. Vepro me ndershmëri në ato çështje që duken stresuese. Akrepi, sot Venusi do t'ju ndihmojë të premtoni ekuilibrin dhe qetësinë me të dashurit tuaj, por duhet jeni më pak posesiv dhe të lini më njanë xhelozin. Zemrat e vetmuara do të shkojnë në kërkim të aventurave dhe do të jenë plotësisht të kënaqur. Nga sot gjendja financiare do të përmirësohet dhe do të filloni të shikoni frytet e punës tuaj. Jeni të sigurt. Shigjetari, një ditë intensive për ata që janë në çift sot. Erosi janë yjet dhe kjo do të përforcoj bashkëpunimin në marrëdhënie. Venusi mbron të dashuruarit, ka kthime nga e kaluara për beqarët. Ndoshta dikush me cilin nuk e keni ndërprer ende komunikimin. Kushte të shkëlqyera për investime të ardhshme. Jupiteri ju ofron bashkëpunime dhe mundësi për tu kapur që në ajër. Bricjapi, planetët mbështesin zgjedhjet tuaja dhe do t'ju bëjnë të jetoni momente që kur më parë nuk përjetuan me personin e zemrës. Ju do t'i lini përshtypje e partnerit apo partneres me mënyrën tuaj të sjelljes. Yjet ofrojnë takime interesante për zemrat e vetmuara. Priten dashuri interesante. Ju keni gjithçka që ju nevojitet për të arritur qëllimet e dëshiruara në aspektin profesional. Ujori, konfuzioni dhe dyshimet ende nuk zhduken. Mos pranimi juaj nuk do të jetë i mirë në marrëdhënie në çift. Megjithatë yjet premtojnë ndjesi të forta dhe pajtime, takime të nxehta për beqarët. Sot nuk do të hiqni dorë nga mundësitë për takime apo koha e lirë. Peshoni mirë zgjedhjet, vetëm në këtë mënyrë ju mund të identifikoni ato të drejtat që do t'ju japin kënaqësi në të ardhmen. Periudhë me fat. Peshqit,
Natyra juaj nuk mohohet, të ndëruesit dhe romantikët si ju do të kapin çdo moment gëzimi për ta kaluar pranë të dashurit tuaj. Për beqarët do të jetë një ditë sqarimi dhe zgjidhje, mbyllje çështjesh në pritje, priten ndryshime në aspektin profesional. Kjo ditë premton të jetë e frytshme dhe interesante për ju.